Nureddin Dumani, penduar i drejtësisë, ka rrëfyer këtë të martë para tokave të zeza në GKK se atentati ndaj Otikilës të shtoi për shkak të një seri faktorësh që ai ka sqaruar në detaje. Dumani ka shpjeguar se Otikila nuk ndodhej në Elbasan siç ishte planifikuar, por kishte lëvizur jashtë qytetit dhe për këtë arsye atentati nuk u realizua. Ai ka akuzuar Suel Çelën si personin që e nxorri në prit dhe e ka përmendur komunikimin e vazhdueshëm të Enrik Hoxhës me Suel Çelën përmes Matrix dhe programeve të tjera të sigurisë. Sipas Dumanit, ai vetë ka pasur kontakte vetëm gjatë momentit të atentatit dhe ka theksuar se nuk ka pranuar asnjë presion nga prokuroria për të bashkëpunuar. Përveç kësaj, Dumani ka treguar për marrëdhënien e tij me Talo Çelën, të cilat u prishën pasi ky i kërkoi të vriste vëllain e tij, Agim Kabashin. Ai ka zbuluar se Talo Çela kishte kërkuar prej tij që të vriste Erion Alibein për një shumë prej 2 milion eurosh. Dumani ka thesuar se këto kërkesa dhe komunikimet të tjera me figura të njohura të krimit i ka bindur të prisht marrëdhënie me Talo Çelën. I penduari ka shpjeguar se pas vitit 2019 ai nuk ka pasur asnjë komunikim me të dhe ka theksuar se për këtë ka prova të dokumentuara në SkyTC. Seanca e radhës për dosjen Plumbiart është shtyr për më 20 mars, ku pritet të vazhdojë dëshmia dhe hetimet për ngjarje të përfshira.